Po më duke në si femra. Qaq. Urna labi. Qa ishte besoj se ma upi? Ti ke të full diçka. Ma upi? Më falë se, për debat që kime që the... Oke, unë për shemull, mas pari, unë. Po. Mosha ju të kisha pas që me të pa, unë. Tu kem punet, shumë. Lavanderi kem Fëmijë shumë. nuk i kisha liu kur ma bigdall, 18 vjeç. Nuk e leon as shkolla. Se s'kishe pas besim Jo, në fëmijë jo, djali im është, jo, s'është ajo. Djali im du të me shku shkollë, jo. Shkolla ku... Shkolla vazhdohet. Jo, nuk është. Shkolla nuk ndërprej. Moment që upish të një vjetë, këtë shkon mbrapsht. Ku e din të shkon, ka njerëz që pauzojnë me ka 2-3 vjetë. Unë mendoj ashtu, ti nuk do të me qenë tu. Ti do të me qenë shkollë tash. A je këngëtar, Gabi? A je këngëtar? A menon që nështë ta je ka hup shumë që e ka rinë këtu mrena? Punon. YouTube im, Facebooki, TikToku, bin pare. Facebooki, leti Facebooki. Bin pare, një rogë zvicës e bin ata. Punojnë punëtor të mi. Sa punëtor e Edhe ki? plus labi unë në shkollë kësore e kum kry, po e kum vazhdu me qef. Dy që një kështë pa po? Kam pas, tash nuk kam. Nga mundë që me mundë të full. Edhe para luftës edhe mbas luftës. E kum baru, e kum vazhdu me qef, do me thonë edhe 2 vjetë më kanë dhe. Edhe Milan që ato në prap mëj me hinë zanotë. Jo shkolla nuk, auditoria nuk përfundon kur. Deri 80 vjetë. Je po, labi edhe jetë ha shkollë. Se për Pa më je ka ma full, a je më ka fullin për shkollë. A dhe pse po bëhet që këmu abet, se ti veç pension e mas nejs po t'intereson me një me jem, ajo mu mdo këtë shumë, se ti ja i njërë që full për edukat. Edukata është edhe me jetë në nimin, po mas nej edhe m'janë gu tjetër. E ju veç në full... A të dëgjoj? Të po të dëgjoj? Unë në shkollën tem kursore e hum kry, detyren tem, real shule i bjen, nuk e di sa e din të këtë fjallë, e kum kry 10 vjeqen, e kum vazhdu me 19, 12 e 13, 19, dhe me thonë unë kam e 12 dhe 13. Edhe ato e kum bu kështu për dëshirë temen, se ju për detyrë. Së në edhe me real shule, kësha mujtë me hi me kry një zanat shumë të mirë. Edhe unë e mendoj që dikush që nuk i shfrytëzon mundësitë e veta për me ndërtu karrierën e vetë, që i vinë, e që pret mu bo ma mirë, a i hup shumë. Edhe dush me pas shumë guxim si 18 vjeçare që jam, me u fut në Big Brother, sepse unë jam, qysh ta thash ma herët në fillim, gjithë shkafit. Unë nuk të thash që ti gabu. Unë muj me gabu shumë, se njëri mëson me vjetë që i banë. Njëri mëson me ngjanat që i ndodhin. Po unë e mendoj që jam shumë shembull i mirë për vajza 18 vjeçare që jam aq e guximshme me ku son të pjesë e Big Brother VIP Kosova Country. Bravo. E kështu që ky muhabet për mua mbyll, ti ma the mendimin, unë ta dash realitetin edhe jemi në rregull. Unë thash po fëmijët e mi, se nuk i kisha shumë. Se është hera e dytë që i kam athu, edhe herën e parë nuk të më thonë kur gjo, sot për ta them edhe s'ki nevojë me ciku. Që do me cik, okej. Unë e ta spjegova. Unë ta thash mendimin tem për fëmijët. Ti për fëmijët e tu nuk i kishe lënë, ka për gjumë këto tash të babi jam? Jo, unë mendoj që unë që jam prindër nuk isha lishu fëmijën tim me artu. Okej, po mendon që babi jam ka bu gabim? Për mua është primare shkolla. Po mendon që babi jam ka bu gabim? Nuk e di. Jo, ashtu ke thu. Unë mendoj se unë që jam prindër nuk isha lishu fëmijën tem. Unë e kam një bab shumë të mirë. Unë jam shumë e lumtur për babin tem, se unë sot e 100 vjet nuk isha dit a ka për mu bab ma të mirë. Se babi jam jo veç bab, pa dhe non mu ka bu. E babi jam mu s'ma prish, edhe e din kapacitetin e vajzës vetë, pra ndaj ma ka liu marë këtu. I ki 18 vjetë, në momentin që e hap gojen, kalëzën që je automatikisht ma e pjekne, ma edukume, ma artikulume se sa labi. E për qëtë arsye, mosha është veç numër, se mundet me konë dikush 30-40 vjetë, po me mi pas 15 vjeçarit, edhe mundet me konë dikush me 18 vjetë, po me pas nështa përvojen, artikulimin, fjallorin, mënyrën shprehjes, edukatën e një 30-40 vjeçarit. Kështu që ti je shembulli më i mirë që mosha është veç një numër. Ta shpirtin. Faleminderit.